to the beginning. Ju përshëndes të gjithëve, si zakonisht, si çdo të njëjtë, pak pas orës 22 deri në orën 23 në programin e përjavshëm Back to the Beginning në Top Albania Radio dhe në kanalin 10 në digital në kanalin e Top Albania Radios në televizion. Ndërkohë ju kujtoj për të gjithë ata që do të humbasin programin premier në transmetimin e radios në kanalin 10, mund të aksesoni në kanalin zyrtar të Top Albania Radios në YouTube kurdo që ju të dëshironi. Na bashkojnë disa gjëra në fakt. Sigurisht muzika për të është profesion, për mua është një pasion, ndoshta në një jetë tjetër kush e di, edhe unë duhet të kem rënë kitarës ose pianos ose nuk e di se çfarë, por e rëndësishme është që dashurinë për muzikën e kemi njësoj. Nëse dikush e ka profesion, një tjetër e ka pasion, e rëndësishme është që në këtë jetë secili nga ne të gjej një hobi, sepse kur e gjen jeton bukur dhe me punën e vet përditshme. Pastaj na bashkon sipërmarrja artistike e pavarur dhe jemi të dy prej 10 vitesh në këtë treg. Unë vetëm disa ditë më parë kisha një 10 vjetor të një eventi të përvitshëm dhe Denis Bishga, i cili 10 vjet më parë ka themeluar edicionin e parë të festivalit Albania Guitar Festival, më rrinë në të 10-in. Përshëndes dhe mirë se erdhe. Përshëndetje Kozeta, shumë faleminderit për ftesën. Është kënaqësi gjithmonë për të promovuar, shikon në mes të këtij llumi, në mes të se unë kur filloj nervozohem nuk kontrolloj mas gjuhën dhe sigurisht nuk dua të bëjmë si ata që qesh edhe që komentoj, por realisht në mes të kësaj varfërie shpirtërore, kulturore, edukative, informuese, merre si të duash ti, mbin këto evente si do të doja shumë të mbini si kërputat pas shiut, të ishe shumë, po nuk janë. Kështu që në momentin që janë, i marrim, i shtrëngojmë forte se mos na ikin, edhe merremi me to të paktën një herë në vit kur ndodhin. Unë besoj që ky duhet të ketë qenë një vit jo fort i duke nisur dhe përvojën personale, jo fort i lezetshëm për të bërë evente. Gjithmonë çdo vit që është jubile, është gjithmonë i vështirë sepse kërkon shumë angazhim. Unë do të përgëzoj edhe ty për eventin që organizon dhe 10 vite nuk janë pak. 10 vite do të thotë konsistencë, pasion, dëshirë, lodhje, stres janë të gjitha, por në fund është gjithmonë një finale shumë e bukur, shumë e bukur. Në fund është gjithmonë një ditë përpara se bëjmë këtë, dhe një ditë më pas ndjehesh si borë sepse gjithçka mbaroi dhe duhet ta rimendosh për vitin tjetër. E mira do të thoya që gjithmonë gjejmë njerëz, gjejmë energji pozitive që na shtyn të shkojmë përpara, sepse gjithmonë ne duhet t'japim shembullin. Konsistenca, qëndrueshmëria për cilën ti fole Denis, unë besoj që është edhe një kulminacion për të ndërtuar marrëdhënie për më tepër ti që ke një event ndërkombëtar. Unë besoj që Denisi 10 viteve më parë, po flas në besueshmëri, nuk është i njëjti si ai pas 10 viteve. Po flas në raport me njerëzit që s'të njohim, me njerëzit e huaj. Është njëri në Shqipëri që do të bëjë një festival viti 1 dhe viti 10 është ai që bën për 10 vitesh një festival. Të drejtën, është shumë vërtet kjo që sapo the, sepse 10 vite nuk janë pak. Njeriu ndryshon karakter, ndryshon mendim, piqen situacionet dhe ndonse viti i parë ka qenë shumë i vështirë. E kam thënë shpesh dhe në shtëpinë tonë Top Albania, sepse unë kam qenë pjesë e Topit për shumë vite në emisioni Wake Up. Prezantimin e parë kemi bërë në Top Albania me 3 kitaristë shqiptar, me Jon Gjulacin që jeton në Angli, Drilon Çoçaj në Prishtinë dhe Vendim Thaçi në Belgjik. Pra e nisëm me 3 shqiptar. Pra quhet ndërkombëtar vetëm se ata jetonin jashtë Shqipërisë. Jetonin jashtë Shqipërisë për t'i dhënë një impakt dhe për t'i dhënë një rëndësi rajonale dhe koncerteve që ne zhvillojmë në Tiranë. Por në këtë 10 vjeçar, në këtë edicion të 10, ne na janë bashkëngjitur disa nga emrat më të mëdhenj dhe nuk them me modesti botror, sepse vetë audiencët e tyre ndërkombëtare i njohin shumë këta emra. Ndërkohë ka një kalendar i cili në fakt është një draft kalendar nga ato që secili nga ne bën fillimisht si provë për ta parë vetë para prezantim. Edhe ajo që është e bukur është që ky event është shëtit, Denis. Nuk është një event i cili izolohet në një sallë të vetme, në një datë të vetme, në një ditë të vetme. Unë kam kënaqësinë që për 2 vitesh jam zëri i festivalit edhe më kujtohet më kënaqësi e madhe dhe gjëra se do të falenderoj për këtë gjë. Faleminderit. Më kujtohet numeracioni. Pra kur unë lexoj tekstin e festivalit, lodhem në thojse nga kënaqësia, pra duke menduar që sa njerëz janë, sa destinacione janë, sa punë bëhen, edhe më pëlqen si ide. Ku shëtit festivali këtë vit? Këtë vit kemi përzgjedhur qytetin e bukur Durrësit, kështu që
kemi ardhur tek ju, na mirë prisni dhe mik prisni, gjë që nuk e vën dyshim, sepse Durrësi gjithmonë do thoja Tirana dhe Durrësi kanë pas një marrëdhënie simbioz, do thoja. Gjithmonë kanë shkuar plazhi, gjithmonë na thrisë treni të gjitha, kush e ka jetuar atë pjesën ku shkonim me tren në Durrës, nostalgji e madhe, do thoja. Në Durrës do të jemi me një djalë shumë talentuar dursak, me Gjoni Xhavara, i cili do të luajë një koncert për kitare klasike në Konkatedralen e Shën Luçis. Gjoni një nga talentet që ka nxjerr Durrësi, se ne e dimë që në Durrës ka dhe shumë talente të tjera. Gjoni vazhdon studimet në një nga konservatorët më të mirë të Gjermanisë, në konservatorin Robert Schumann të Düsseldorfit, dhe normalisht është një përfaqësim shumë dinjitoz i shkollës shqiptare, sepse gjimnazin e ka përfunduar në Shkollën Artistike Kombëtare Jordan Misja, dhe studimet e larta në Robert Schumann do ta bëjnë një nga yjet botërore. Dhe pastaj nga Durrësi? Nga Durrësi do të shkojmë gjithmonë, destinacioni që nuk mund ta lëshojmë është Kisha e bukur e Shëlbuemit në Rubik. Denis, kam dashur të të pyes edhe nga afër, pse je qepur Rubikut? Do të thënë, me këtë s'dua të them që le Rubikut të shkon në një vend tjetër, por kam kuriozitet. Pse në 28.000 km2 është Rubiku destinacion për një festival kitare ndërkombëtar? Dhe mua personalisht kur më propozuan moment para Rubiku, duke mos e ditur si qytet, si qytez, si vendodhi dhe Kishën e Shëlbuemit, e pash pak me skepticizëm. A do kemi njerëz, si është lokacioni? Dhe do thoja vetëm kur shkon në atë vend bukur, në atë kishë që është Maja Tishkëmbi, atëherë kupton pse duhet bërë një aktivitet kulturor në atë zonë. E para për të promovuar një turizëm kulturor, për të promovuar një turizëm në tërësi të fjalës, për të gjithë të huajt, sepse është një zonë ka nevojë për mbështetje, ka nevojë për promovim, dhe gjithmonë përzjedh artistë ndërkombëtar. Në këtë rast kemi 2 kitaristë nga Linsi i Austrisë që do të performojnë në duo në datë 5 qershor. Vlen për të promovuar ai lokacion. Dhe për një arsye shumë të madhe që studimet e mia doktorale i kam bërë për trashëgimi kulturore, dhe trashëgimia kulturore dhe promovimi i siteve arkeologjike është një pasion vetë pastaj. Nuk do të futem shumë në detaje, se do thuash e ndau mendjen do të bëj festival, por nuk e bëj dot. Nuk e bëj dot. Thjesht kam një kuriozitet për përzgjedhjet të emrave, jo, sepse emrat mund të flasin vetë për emrin e tyre, por programet, koncertet, pjesët, do me thënë sa fleksibilitet ka drejtori i festivalit, në rastin konkret themeluesi i tij Denisi, dhe artisti për të cilin kemi thënë gjithmonë që është qeveria më vete. Është qeveria më vete. Gjithmonë mundohem ti lej të lirë artistët, por në raste kur ne luajmë në vendet kultit, siç është një kish apo një katedrale, mundohem të jemi shumë kujdesshëm në përzgjedhjen e programit, sepse duhet të thënë që gjithmonë dhe në periudhën baroke dhe para baroke muzika është luajtur nëpër kisha. Mundohem që të kemi një muzikë që të shkojë përshtat me vendin e kultit ku ne kemi lokacionin e festivalit. Normalisht hyrjet gjithmonë janë të lira për publikun, por përzgjedhja gjithmonë do të jetë në koherencë me vendin e kultit. Do të jap një frymëre të shkurtër bisedës me Denisin për një si thuhet dikur, për një çast muzikor, për një pasazh muzikor. Do të kthehemi përsëri në studio bashkë. Denis, në destinacione, Durrësi është më generalist, sepse shkojnë e vinë më shumë njerëz, edhe vetë qyteti është më i madh në numër, më shumë lëvizje dhe kështu me radhë. Në këto vendet më të izoluara nga pikpamja gjeografike, po flas. Cila është audienca dhe cili është raporti i vendasve? Sigurisht janë disa lokacione të thelluara, jo me të gjithë mundësitë e botës për të përmirësuar jetesën, kushtet ekonomike, sociale dhe gjithçka. Dhe një festival kitar duket si luks. Si e pret vendi këtë? Apo trafiku i njerëzve do sillte edhe disa përfitime, qoftë edhe financiare, shërbimesh për vendasit atje? Është një pyetje shumë e bukur që do të thoja
Unë e shikoj në këtë kontekst, prandaj dhe festivali mundohem ta zhvilloj në lokacione ndryshme, pra për t'i çuar e para një aktivitet kulturor me vlera, por dhe nuk duhet të harrojmë dhe turizmin muzikor. Ne kemi parë kohët e fundit që janë bërë shumë lajmërime për yje të mëdhenj botëror që do të vinë dhe në Shqipëri. Pra, në moment që vinë këta artistë ndërkombëtar dhe të muzikës klasike, atëherë vjen dhe një audiencë e tyre me vete. Marrin si audiencën ndërkombëtare, pra është një reklam për vendin ton e para, dhe e dyta ndikon drejt për drejt dhe në ekonominë e këtyre vendeve. Por këtë gjë nuk mund ta bëj dot vetëm Denisi me një festival kitare. Kjo duhet të gjithë faktorët të jenë të bashkuar në promovimin e këtyre vlerave. Vitin e kaluar, mbrëmjen e fundit të festivalit e kemi patur në qytetin bregdetar të Himarës, ku të gjithë turistët dëgjuan koncertin e virtuozit nga Kosova Grompeni me trion e tij dhe filluan turistët të kërcenin me muzikë nga Gjakova dhe s'kishte gjë më të bukur, kështu që përveç karakterit që muzika për kitare ka karakteri spanjoll dhe mund t'i tregojmë dhe vlera të tjera. Pra është një ndërthurje e shumë kulturave, e shumë interesave. Do të thoya që do një mbështetje dhe nga pushteti lokal, që këto aktivitete ti mbështesi. Nuk është atë gjithmonë mbështetja financiare, se na është bërë primare financa në këtë vend. Jo, kërkon dhe një mbështetje morale dhe një mikpritje që shpesh mund të jetë infrastruktura, mund të jetë një sallë, mund të jetë një akomodim, mund të jetë, pra jo domosdoshmërisht një mbështetje me para, por me shërbime. Por është shumë e rëndësishme promovimi, do të thoja. Ja kam thënë shpesh shumë kryetarëve të bashkive apo drejtorëve të kulturave që janë nevojshme këto lloj aktivitetesh sepse sjellin kulturë, sjellin risi në vendet e tyre. Më kujtohet para 2 vitesh kam qenë me një nga kitaristët më të mëdhenj spanjoll, kam qenë në Shkodër, në muzeun Osokuka. Bashki jana mirëpriti, do të thënë, dhe personi i parë që erdhi në koncert, erdhi një orë para se të fillonte koncerti, ishte një djalë apasionuar pas kitares. Dhe nga kurioziteti që kisha ardhur shumë herët, e pyeta pse në këtë orë kaq përpara koncertit. Dhe më tha, mezi e prisja këtë koncert. Pra, do të thotë që në moment që bëhet një promovim i saktë i aktiviteteve, atëherë audienca e kërkon. Audienca shqiptare dhe populli shqiptar është një popull me një kulturë të jashtëzakonshme, të trashëguar, por shpeshherë duhet të njihen me këto evente kulturore që kanë ndikim të drejtë në shoqërinë tonë. Bie kaq fort dakord, kur kam qenë më e vogël më e re, thoja, ky është popull kështu e do, këtë merr. Në fakt me kalimin e kohës dhe me rritjen ka kuptuar që nuk është problemi i popullit, është problemi i asaj që i ofrohet një populli i cili nuk ka as nerva dhe kohë të jetë selektiv. Kështu që mirë është nëse i ofron pozitivitet, e merr, nuk është se nuk e përqafon pozitivitetin. E përqafon, gjën e mirë populli jon e do, është një veçori e jashtëzakonshme. Është njësoj si ajo bashkëjetesa fetare, ne pranojmë të mirën dhe dëshirojmë atë. Ti e the shumë bukur në hapit të emisionit që kemi 10 vite bashkërisht që ndërtojmë, janë 10 vite janë jubile dhe ndërtojmë disa aktivitete kulturore shumë të rëndësishme që ndikojnë në masë të caktuara. Do thoja, ne na ka shtyr shumë pasioni. Dhe njerëzit me pasion duhet shtohen në këtë vend. Krijojnë aktivitete ndryshme, jo vetëm muzikore, dhe në art. Prandaj e thash, kush gjen hobin, bën dhe punën e vet më mirë, se nuk i mërzitet puna e vet e përditshme. E gjen frymëzimin në një ekspozitë arti, në një shfaqje teatrale, kudo mund ta gjesh frymëzimin në vendin tonë bukur. Pastaj e rëndësishme është të jepen alternativa. Unë nuk besoj që në një mori alternative është e muzika, të teatrit, të piktura, të argëtimi diku, të mos e gjej dot veten asnjëherë askush. Do ta gjej diku, por nëse nuk e jep këtë alternativë, nëse nuk e prezanton me këtë alternativë, jeta është bërë kaq shumë dinamike sa nuk kam as mundësi që të futesh kokën në punë, edhe çfarë mund të jetë duke të ndodhur sot në teatr. Duhet vit tani teatrit edhe. Siç vin shumë
gjella të tjera. Se Jemi në epokën digjitale. Ato e gjejnë rrugën për të ardhur, kështu që se edhe për këtë desha të them. Domethënë, unë kam vënë re që në këto vite që krijohet një iniciativë e tillë dhe promovimi mediatik është përsëri një raport personal i krijuar nga producenti, nga themeluesi me njerëzit e medias. Pra, nëse ne nuk do njiheshim personalisht, unë nuk e di nëse do të kisha ftuar ty në program për festivalin. Dhe kjo nuk është korrekte nga ana ime si profesioniste, nga ana e mediumit në cilin unë punoj. Do me thënë duket sikur ka një uri për gjëra të shpejta, të klikushme, të cilat bëj shumë sot dhe harohen nesër. A di të keq që gjithë kjo punë duhet të mbetet e pa izoluar, edhe në këtë rast vetëm nga këmbgulja jote. E the shumë bukur dhe më pëlqeu shumë shembulli që more. Shpeshherë produkti artificial është si ai ushqimi i fast foodit, që pasi ne konsumojmë na duhet shumë kohë palestër që ne të rregullojmë veten tonë fizikisht. Bëjnë çmos që aktivitetet e bukura artistike t'i vinë publikut. Por jo vetëm kaq, duke qenë dhe profesor pranë Liceut Artistik Jordan Misja, që do të thoja është një shkollë me një traditë jashtëzakonshme. Këtë vit ne kemi 80 vjetorin e institucionit dhe do të ketë shumë aktivitete ndryshme. Është një përgjegjësi morale. Dikur më patën që misioni mësuesit aq sa si mësimdhënës është dhe patriotik. Aty fillon gjithçka. Pra, mësuesi do të jetë shembull. Dhe mendoj që në kohën e sotme ne kemi shumë të nevojshme të kemi shembuj të mirë, sepse ne jemi përgjegjës për këtë rini që ne po mbjellim. Samir Frashëri thonë dhe dikur që nëse do të mbjellësh për pak kohë, mbill misër e grur, nëse do të mbjellësh për gjithmonë, mbill arsim dhe kulturë. Kështu që ne duhet të jemi shumë të kujdesshëm, promovojmë vlera, sepse jetojmë në një kohë digjitale ku siç e shohim dhe në Europë po mbyllen disa rrjete sociale, sepse po e shohin që ka një ndikim jo pozitiv në rini. Dhe shembujt konkret, unë do të themi rast të një djali shumë talentuar që unë e kam mik, ti e ke person të familjes tënde, për Gert Kurtin, një djalë shumë të talentuar nga Durrësi, që këtë vit do ta kemi pjesë të festivalit. Pra, këta fëmijë janë shembull edhe për fëmijë tjerë dhe ne kemi përgjegjësinë që ti evidentojmë këto element dhe për shoqërinë tonë. Dhe me qëra fjala, më lejo ta bëj si një mesazh publik. Unë nuk i kam përdorur kurrë hapësirat e mia mediatike për të folur për çështje që lidhen në mënyrë personale dhe të drejtë për drejtë me mua, por mua më kujtohet që me që ne zoom në gojë nipin tim, mua më kujtohet që kur e kemi futur për herë të parë në kursin e kitarës në moshën 5 vjeç, halla është kujdesur gjatë gjithë kohës për t'i thënë ti nuk ka nevojë të jesh as më i miri, as më i bukuri, as më i jashtëzakonshmi, as më i pari. Është shumë e nevojshme që ti të krijosh kujtime me këtë instrument. E ke mundësinë që ta marrësh në biçikletë edhe të këndosh me shokët në festat e gjimnazit apo të studentëve, edhe që kjo gjëja të bën domosdoshmërisht njeri më të bukur se nuk ka asnjë arsye për të të bërë më të shëmtuar. Dhe pikërisht nga kjo studio më lejoni që jo vetëm për instrumentin, po kam qenë pjesë e festivalit fëmijëve, kam qenë pjesë e jurive të festivaleve, ka një problem shumë të madh të prindërve, të ambicies dhe të egoizmit personal të prindërve, të cilët o shohin dështimet e tyre të kaluarës tek fëmijët dhe duan me se s'bën të jenë të parët. Fëmijët tuaj nuk mund të jetë të parët gjithmonë. Ata janë të parët vetëm në shtëpinë tuaj gjithmonë. Kështu që lërini, të vishan bukur, të bëjnë fotografi, të bëjnë video, të krijojnë shok, të këmbejnë numra telefoni dhe të jetojnë, sepse unë Denis jam deshur në mënyrë të jashtëzakonshme me për dhunë të prindërve ndaj një mjedisi ku ka kulturë, vetëm sepse fëmia nuk është vlerësuar i pari apo i dytë, i pari, për të dytës bëhet fjalë fare. Kështu që faleminderit që e zure në gojë dhe ishte i vetmi moment për ta thënë se unë nuk para flas për të tilla gjëra kurrë. Unë do thoj që kush është i zgjuar gjithmonë do zgjedhë të jetë i dyti, sepse i pari është gjithmonë përgjegjësia, ti je gjithmonë i pari. Më mirë i dyti dhe e ke hapësirë më shumë të shprehesh për individualitetin tënd. Edhe një herë e kam vendosur, do gjej ku janë kitaristët andej këtej, kitaristët edhe radiofonik që ti shërbejnë programit, edhe që të jetë në funksion të bisedës që bëjmë me Denis Bishkën në studio për të gjithë juve që sapo jeni sintonizuar në Top Albania Radio.
Jemi sërish në studio me Denis Bishgën, po flasim për edicionin e 10 të Albania Guitar Festival, po edhe në përgjithësi për një sistem që mund të korcënoj kulturalisht një të ardhme. Fole pak më përpara Denis për mbështetjen që duhet t'japi pushteti, jo domosdoshmërisht financiare, vetëm sepse unë druaj që një pushtet nuk e ka shumë qef një njeri të qytetëruar, të kulturuar, sepse një njeri të qytetëruar dhe të kulturuar nuk e nënshtron dot. Është shumë e vërtet. Mos o ndërmendje. Gati duket sikur është e qëllimshme. Mos o ndërmend një bisedë që kisha me një diplomat të Spanjës. Ne për fat mirë festivali është i mbështetur nga shumë institucione ndërkombëtare dhe kur po diskutoja me të, ish ambasadori i Spanjës më saktë. E pyes në këtë epokë digjitale, kush mendon që mund të jetë zgjidhja për rinin? Dhe një person që kisha marruar një shkollë diplomacie më tha, Denis tha, e vetmja gjë që të jetë një rini e pasër është good education, pra një shkollim i mirë, një kulturë e mirë, gjithmonë mund ta tejkaloj pjesën e fake newsit. Është e vërtet që ndoshta shpesh qeverit nuk i duan këtë publik kaq kulturuar, këtë publik të shkolluar, të qytetëruar, të zot për veten. Por ne duhet mbartim disa vlera dhe t'i përçojmë ato në brezat që vinë. Pra, kjo është misioni. Ne duhet lejmë atë shenjën e mirë në këtë jetë dhe të jemi shembuj, e them shpesh, për të rinjt. Ata kanë nevojë për ne. Denis, unë nuk e di nëse më falni. Denis, unë nuk e di nëse të kam pyetur ndonjëherë më përpara, kur unë kam qenë në shkollën e mesme, unë kam bërë shkollën e mesme në gjimnazin Gjergj Kastrioti në Durrës. Jam mbes në qytetin e Tiranës dhe sigurisht kisha shumë shok dhe shoqe këtu. Një pjesë e mirë e tyre ishte në liceun artistik. Në atë kohë, dhe kur themi në atë kohë, nuk kanë kaluar 2000 vjet, kanë kaluar 25 vjet. Nëse ti prezantoje tek një shok tjetër, një shok të liceut, një liceist, ishte ngjarje, do me thënë gati ti mund të mburresh me një shok ose një shoqe liceiste. Ashtë një interes, nuk dua të merrem me kalamajt, me talentin e tyre, me aftësinë për të përqendruar, me punën që bën mësuesi, nuk dua fare të merrem në mikro, ama në makro. A ka entuziazëm për muzikën njësoj? Qoftë edhe nga familjet që duan të bëjnë sot mjek, jurist, diplomat, IT, vetëm muzikant jo. Ose shumë rrallë po. Nuk është me njëjti entuziazëm. Ne shpesh ndoshta është një virtyt i mirë që shqiptari e ka që do të thotë gjërat e pastra, por nuk është më i njëjti pasion. Pse? Sepse mungon informacioni. Në çfarë kuptimi? Duhet të dim diçka që artistë të mëdhenj, ky vend i vogël ka nxjerr shumë. Dhe në raport me popullatën janë shumë të artistët e mëdhenj dhe njeriu ngre pyetje si ka mundësi. Artistë mëdhenj si Ermonela Jaho kanë dalë nga ky vend i vogël, që do të thotë duke ditur rrugtimin që ka bërë Ermonela, ne gjithmonë e lidhim me të ardhurat, por nuk janë vetëm të ardhurat në jetë. Është dhe një karrierë e ngritur që do sakrifica normalisht. Por mos harrojmë që Ermonela ka kënduar në të gjitha skenat më të mëdha të botës dhe nuk është rasti, është një talent i zhvilluar. Kemi Sajmir Pirgun që dhe ai nga Elbasani në Tiranë më tej për të vazhduar karrierën e tij ndërkombëtare. Pra, duhet dim se çfarë i pret këta fëmijë që studiojnë për një instrument muzikor. Jeta e një muzikanti nuk është vetëm ajo e të luajturit në një klub nate, por jeta e një muzikanti klasik, sepse liceu artistik i nxjerr të shkolluar, do thoja shumë mirë të shkolluar, i pret një treg dhe një botë europiane që është e hetur për kulturën në të përgjithshme. Unë vjet në tetor isha në një nga festivalet më të mëdha të Kinës, Shanghai Arts Festival, dhe aty kishte një kërkesë të jashtëzakonshme për artist klasik.
ata të ofronin ture në gjithë Kinën dhe pagesat ishin shumë të mira dhe ishte një derë hapur. Ka vështirësi, çdo profesion ka vështirësi. Në përditshmërinë tonë kemi parë profesioni polisit ka vështirësi, ekonomisti, juristi, polici, nuk ka profesion pa ato ngërshet e veta. Por artisti i kultivuar, i arrir, nëse thepi në mënyrë tjetër, e gjen vendin e vet. E gjen vendin në një orkestër të famshme. Nuk është rasti që të gjitha spalat janë violinat e para në gjithë orkestrat. Në gjithë orkestrat e Europës, spalat janë violinistë shqiptar, sepse tregojnë nivelin e tyre, një shkollë ku themelet kanë qenë shumë të forta dhe vazhdojnë ende të jenë. Kështu që do i thoja shumë prindërve që kanë fëmijë të talentuar, besoni te fëmijët tuaj dhe çojini në profesionist. Vetëm një profesionist mund të t'japi një rrugtim dhe e di rrugën që duhet ndjeki një fëmijë që do të vazhdoj rrugën e muzikës, rrugën e artit, rrugën e fotografisë, e pikturës, skulpturës, sepse është shumë e vërtetë që kemi parë student talentuar në shumë qytete të Shqipërisë. Do thoja qyteti Rëshenit ka kitaristë të jashtëzakonshëm. Pse? Ka shumë faktorë që kanë ndikuar te kjo pjesë. Është përdorimi i instrumentave kordofon që vjen i çiftelis, sharkis, që është transportimi pasaj në kitare i lojës, është shumë e thjeshtë. Pra, këto talente, nëse kanalizohen në institucione të profilizuara dhe institucione profesionistësh, atëherë ne kemi mundësi që t'i japim një rrugtim dhe një të ardhme të sigurt, sepse një artist i mirë gjithmonë do haj buk, do thoja. Që më ke kujtuar, shpesh njerëzit të cilët kanë mirëdashje ndaj nesh, edhe ndaj meje personalisht, edhe flasin për talent, për punë, gjithmonë kam përpara syve, përpara mendjes, përpara vetes, okay, një njeri me talent, unë nuk e mohoj që kam talent, edhe që kam qenë e gatshme për të punuar, por ama mendoj që kam qenë me fat për të qëndruar në vendin e dur, në kohën e dur, sepse kush e di sa vajza dhe djem me po kaq talent ose me shumë më tepër talent, të gatshëm për të punuar ndoshta më shumë, nuk kanë qenë dot në derën e dur, në vendin e dur, në kohën e dur. Kështu që është kaq shumë e rëndësishme që vetëm të identifikohet, po edhe ti tregohet që ti mundesh, sepse në tërë këtë zallamahi që ne krijojmë, ne vetë pëlqejmë, ne vetë promovojmë, nuk është edhe aq e papritur që tjetri të mos besojë te kjo. Kur shikon se çfarë promovohet, çfarë paguhet më shumë, stepet. Është e vërtetë që ndoshta bën pak më serioz se ç'duhet, se po flas për muzikën, po është e vërtetë që shumë veta tërhiqen. Por unë do thoja që kozet, ne që kemi vazhduar dhe kemi këtë rrugtim, e kemi dashur këtë rrugtim, do të thoya. E kemi manifestuar atë që do vi më vonë. E kemi kërkuar me gjithçka dhe jemi aty ku jemi, jo në mënyrë artificiale. Nuk na ka ngretur dikush dhe na ka ka sjell në podiumin e Top Albania Radio apo unë në institucionin e liceut apo në karrierën ndërkombëtare që kam. Pra është këmbgulja e ajo pasioni, pra janë të gjitha. Duhet i kesh gjitha, një artist t'i ketë të gjithë elementet që rrugën pastaj ta ketë përpara. Shiko, se deri tani jemi duke folur për edukimin e profesionistëve të artshëm. Por nëse kthehemi te festivali, po edukimi i audiencës, sepse një transmetues mesazhe, qoftë edhe artisti, jo vetëm ai që flet, edhe ai me instrumentin, me lojën, me artin e vet, transmeton një mesazh. Unë mendoj që nuk e mbaron punën vetëm duke transmetuar mesazhin, por edhe duke u përpjekur të kuptoj a u kuptua, që të marrë një feedback për vërteti. Unë vërej për shembull që ka një problem të madh me edukimin e publikut në shfaqjet e operës, në shfaqjet e teatrit, të dramës. Si funksionon apo ka më shumë fleksibilitet në një lojë tipikisht muzikore?
ka pak më shumë fleksibilitet, do të marrë shkas nga ngjarjet e fundit që ka patur artistike vendi jon, ku para më pak se një muaj u zhvillua një koncert i madh i kitaristit spanjoll Rafael Aguirre në Teatrin e Operas. Një koncert i jashtëzakonshëm, u luajt Concerto de Aranjuez për kitare dhe orkestër, ku do të thënë që orkestra e Teatrit të Operas kishte një tingëllim fantastik. Kitaristi një nivel ndërkombëtar që ishte një mundësi e mirë për vendin ton, si në promovim, por edhe të dëgjojmë, kemi nevojë të dëgjojmë artistë në një niveli botëror, do të thoja. Shpeshherë mendoj që edukata muzikore duhet të jetë më drejtpërdrejt dhe një vëmendje të veçantë duhet i kushtohet dhe sistemi arsimor, që do të thotë të njihet çfarë është një sonat, të njihet çfarë është një temë variacione, çfarë është një koncert, çfarë është një simfoni. Dhe disi të reagosh përpara se të bësh 50 vjeç. Të reagosh. Dhe gjithmonë duhet ndonse ne nuk e kemi të njohur në kulturën tonë, por jashtë në koncerte që unë kam dhënë në Gjermani, shumë herë më parë më kërkojnë programin se çfarë do luaj, sepse ka shumë edhe të rinj, po edhe mosha 2 e 3 që duan të njihen dhe me programi që luan artisти, sepse në të njëjtën kohë ata krijojnë hulumtime. Në Gjermani një herë më ka rastisur që unë luaj një kompozimin tim, Vita e Xhesis, që është e ndërtuar me pjesë dhe motive tona folklorike, dhe një shkrimtare, një gazetare nga Berlini shkruajti një artikull për kompozimin tim dhe kjo më habiti sepse e kishte marrë në analizë. Shpesh do të kishte kuptuar që nuk ekziston ajo që kundi. Që ishte një vepër e re dhe analizimi i veprave është shumë i shpesht në perëndim, por dhe ne duhet ta krijojmë këtë lloj kulture të dëgjuarit, sepse dhe të rish dëgjosh nganjëherë është kulturën vetë. Minimumi mëson, unë e them gjithmonë, minimumi mëson çfarë nuk do. Më e keqja që mund të ndodh është mëson çfarë nuk do. Se kur të pëlqen edhe kur e do, akoma dhe më mirë. Po edhe nëse nuk të pëlqen, sapo e ke mësuar. Dhe nëse nuk e dëgjon, nuk e kupton asnjëherë. Kthehemi pas pak në ndërhyrjen e fundit me Denisin për sot. Ka kaluar pjesa më e madhe e kohës radio televizive për Back to the Beginning, për këtë kthimin pas në kohë me Denisin. Edhe në pak kohë, shiko sa gjëra duket sikur është muzik, argëtim, po në fakt shiko çfarë lloj diskutimi publik prodhon, edukim qytetar, edukim kulturor, përrjedhoj sjellje që ti reflekton në shoqërinë nesër. Pra nuk është kaq argëtuese sa duket, po është pjesë e një formimi të brendshëm të gjithë secilit prej nesh. Dhe për të kthyer tani tek festivali, a është 10-a një gjë që ka më shumë rëndësi se 9-a, se 8-a, se 7-a, apo është vijimi, një rrugëtimi që çel rrugën për 11, për 12 dhe kështu me radhë. Se ka një tendencë për të bërë festa në jubile, edhe unë ndikohem nga kjo. Mendoj që është shumë e rëndësishme, sepse është një gur kilometrik në jetën e gjithkujt. 10 vite festival, aktivitet muzikor, sidomos për kitarën klasike, është diçka e madhe, sepse është shumë specifike. Janë luajtur repertore të jashtëzakonshme, kanë ardhur artistë me emra shumë të mëdhenj. Vitin e dytë festivalit më kujtohet, kemi patur një intervistë shumë bukur në Top Channel dhe një nga operatorët e njihte Duo Del Mar, 2 goca fantastike nga Barcelona. Pra, gjithmonë ka kujtime të bukura. Rastia çon që gjithmonë bëj disa element që ndoshta i shtyr dhe nga një instinkt apo nga një zë që na vjen. Në edicionin e parë pa të bërë një tablo, një telajo të bardhë dhe ku të gjithë kitaristët që vinin hidhin nga një firmë.
Dhe në 10 vite festival janë bërë shumë firma dhe këtë edicion nuk e di ku do firmosin këta kitaristët e fundit sepse s'ka mbetur shumë hapësirë. Po kam patur artistë si mund të përmend shqiptarin Petrit Çeku, jashtëzakonshëm. Jose Maria Gallardo del Rey, një nga kitaristët më të mëdhenj të Spanjës, Rafael Aguirre, artistë të jashtëzakonshëm. A ka pasur raste kur artistët janë kthyer në edicionet pasardhëse? Jam kurioze të di a kanë gjetur ata firmën e tyre te tabloja. Janë kthyer. Nuk i kam lejuar të firmosin për herë dytë. Ti japin hapësirë dikujt tjetër. Dhe shumë kërkojnë të rikthehen për mikpritjen që e kanë fantastike, i pëlqen jashtëzakonisht shumë Tirana, ushqimi, sidomos është për të habitur që artistë nga Italia nuk e njohin Tiranën dhe kur vinë këtu gjejnë ushqimin italian, gjejnë që ne gjithë flasim italisht, një brezit saktuar normalisht dhe ndjehen si në shtëpinë e tyre. Kjo është qëllimi dhe i festivalit. Edhe pak kompleksi i popujve të vegjël që është gati të mësoj kinesisht për kinesin e fundit që ka ardhur aty vetëm që të merret vesh. Ndërkohë kur ti shkon diku tjetër ai flet gjuhën e tij dhe sërse i prishet shumë terezia. Ne jemi dashamirës dhe e kemi traditën tonë në kulturën tonë që ti mikpresim miqtan. Vetëm se shumë i ndarë në disa copa duhet t'jesh Denis, sepse këta janë disa njerëz, të cilët vinë në një territor të huaj, që ndonjëherë u thon kujdes atje se të vjedhin çanta, për shembull, se ekziston edhe kjo si, po në Shqipëri do të vjedhin çantën, do të marrin penge ku diun. Po ndërkohë do duhet i shëtisësh qoftë edhe për efekt festivalit, jo për tur dhe jo për guid, po për të çuar, për të ushtruar funksionin për cilin ata kanë ardhur nga një destinacion te tjetri. Besoj që shtëpisë këto ditë ti ke thënë shihemi në një moment të dytë. Bashortë estime që gjerasin të përshëndes sepse është një mbështetje e madhe dhe i them që në periudhën e maj qershor nuk kam nevojë për palestër apo se vetë stresi festivalit bën vetën dhe kështu që është një mungesë normalisht në detyrime familjare. Familja është gjë e rëndësishme. Ajo është burimi i forcës që na bën të vazhdoj dhe të. Nëse nuk mbështesin ata disa detyra që duhet i bësh ti në shtëpi, nuk bën dot kaq shumë detyra jashtë, pa diskutueshme. Është e vështirë sepse artistët rrin pak ditë dhe në 2-3 ditë mundohem që ti jap një koncentrat të mikpritjes kulturës shqiptare. Ndonse dhe familja është pjesë e miqësisë sepse artistët të gjithë kitaristët janë radh parë janë miq të mirë. Kur i them për të ardhur në Tiranë, ata ndryshojnë dhe kashet, ndryshojnë dhe pagesa sepse duan të vinë radh parë për të mbështetur dhe vendin tonë dhe kjo gjë është për ta thënë dhe për t'i falendëruar. Në të njëjtën kohë me disa prej tyre miqësitë janë dhe familjare. Eduardo Iniestal, një kitarist i madh nga Spanja që është pedagog në Gjermani, ai para 2 vjetësh erdhi me gjithë familjen e tij dhe pushimet i bën në Durrës. Erdhi për festivalin, realizoi koncertin shumë bukur dhe pushoi në Durrës për 4 ditë. Pra, është një lidhje do të thoya që nis nga kjo, po reflektohet më ngushësisht në familjen, shoqërim. Jep efekt dhe në gjitha pjesët e shoqërisë tonë. Do të thoya që me kitarë gjithmonë bëm miq të mirë. Absolutisht po. Ti do të ma vërtetosh të gjë. Unë ta vërtetoj që të shkemet shiko. Unë kam qenë gjithmonë një njeri shumë i hapur edhe vazhdoj të jem një njeri i hapur dhe nuk kam asnjë shqetësim. Po me thënë të drejtën, neve presa afër, presa larg, neve kemi flirtuar me njerëz që marrin kitara të duar, edhe pse mos kishim asnjë shans për shkak po e kemi bërë këtë, sepse është vetë ajo që të sinergjia që krijohet. Kaq është më e pakta, pastaj imagjino që ti ta kesh në rrethin tënd një kitarist, të shoqëroj, të këndosh, ku diun të lexosh poezi dhe ai të shoqëroj, nga gjërat më bazike, të cilat japin ty kënaqësi, deri tek gjërat më profesionale, të recitalet, të koncertet që ti ndjek si audiencë e vëmendshme tani. Kështu që kjo nuk diskutohet. Unë e kam thënë dhe vazhdoj ta them, edhe pse tani jam e martuar, domethënë. Kitara është dashuri e madhe. Unë ta them. Denis, falenderoj shumë për kohën që na ke kushtuar. Ju uroj shumë sukses e festivalit. Uroj që të kesh sa më shumë pjesëmarrës dhe mbi të gjitha
që është shumë e rëndësishme sa më shumë ndikim. Më pëlqen ideja e një djalë apo të një vajze që vjen një orë përpara koncertit sepse e konsideron atë si obligim, pra është bërë gati në orën 6 në shtëpi, nuk ka asgjë tjetër për të bërë dhe me zi pret të shkojë atje. Uroj shumë që nga të gjithë ju të, edhe nuk është fare klishe, nuk është fare mesazh kortezie, por realisht mendoj që edhe uroj me shumë me zemër, sepse në fundit edhe unë jam shumë e lodhur dhe e bezdisur nga çfarë dëgjoj dhe nga çfarë shikoj, nga një brez që jo domosdoshmërisht është i ri. I jemi turrur atyre, ju s'dini, ju s'bëni, ju s'nuk, por në fakt nuk kemi bërë ose kemi bërë shumë pak gjëra për t'i dhënë atyre një drejtim tjetër, kështu që uroj shumë vërtet që sa më shumë feedback të kesh, aq më qytetar të mirë kemi ne. Shumë faleminderit për ftesën. Gjithmonë kënaqësi të vi në shtëpinë e Top Channel-it. Po ti je në shtëpinë tënde këtu. Ti je në shtëpinë tënde këtu më shumë se sa unë. Mirë dëgjofshim dhe mirupafshim sot një javë.